po fryn shumë. Mendoj që tani nuk ndjet aq shumë, por më tepër po të kaloj atje. Te kjo zona këtu është pak më e mbyllur, edhe doja t'ju tregoja çanta e punës, kjo, trasteve vete. Në fakt doja të filmoja pak tek dyqani, po dyqani vogël, edhe ajo zonja ishte me njerë kështu. Edhe thash okay, mund të bëj në ciklet, por mora këto vegetables janë preferuarat e mia. Për burrin mora një 2 që janë këto me seafood, pra me ushqime deti, që nuk I kam qef. Edhe ato që është e zakonshme, që është kjo e kuqja, që nuk ka shumë shije, thjesht spicy dhe gjithmonë e miksojmë. Ndërkohë isha edhe te DM-i, sepse po pres të dalë edhe në kalendari I ri I Essence. DM-i këtu është shumë lame, Rossmani që ka më I mirë, edhe më mirë që pas kemi Rossman në Shqipëri. Kishin nxjerrë një 2-3 gjëra, po jo këtë. Unë fakt kam shkuar në qytete të ndryshme për ta kërkuar dhe të gjurmuar advent kalendarët e mëparshëm, po meqense I kam nxjerrë disa, nëse s'ja keni idenë për çfarë po flas, më ndiqni te TikToku I ri, e Davor me I në njësh. Edhe shin që bleva të DM-i, meqense pas këto 2 maskarat e Essence, tani kjo Lash Princess është nga maskarat më të mira. Edhe ishte kjo kafja dhe kjo burgundy që kam dashur ta blija nga Maybelline, po e pata lënë, edhe këto janë dhe më të lira, edhe e di që të na pëlqen domethënë kjo si maskara, kjo Lash Princess. Mora këtë manikyrin e të I dukshëm që bëja gjërat I zbardh, thonë, se kur bë manikyr s'verden. Edhe këtë ngjyrën nuk duket bukur këtu, po si gri e ftohtë, edhe mendova që më shkon, edhe nuk e kam, plus është gjithë trendi tani për grinë e ftohtë. Okay, wait, më falni. Okay. Më falni se ju qërova nga dielli, po thoja që kjo është gria e ftohtë dhe manikyri I dukshëm. E fortë se do shkoj tani dhe kam kartën e burrit me vete, thash do t'i paguaj me kartën e burrit dhe gjeni çfarë ndodhi, harrova moratimën në mënyrë fiktive. Kështu është të shefa I lartë. Falem me kaq për momentin, edhe unboxing të asaj të vintet e bëjmë më vonë ose nëse në shtëpi. Kam shumë vap tani. Këtu vetëm ja zgjidhje nga fresku, ndryshimi I temperaturës që të kesh gjëra të holla dhe një robë, edhe kam bler këto bluzat e kashmirit. Po tani kam shumë vap, por është unë personi që kam gjithmonë ftohtë. Dola vetëm me këtë kur shkova tek termini që kisha sot. Edhe për mua është diçka domethënë që s'ka pas ndodhur më përpara, mos të kem xhup pas xhupi, po nuk e marr xhupin me vete se di që do plas vape kur futesh në për ndërtesa institucione. Edhe një. Ndërkohë, prisja të shikoja një pako këtu te dera, ndërkohë e ka firmosur që e ka marrë një person që nuk figuron si emër tek komshinët e mi. Tani uroj mos ta kenë marrë ndokush, edhe ishte pako nga UPS-ja, nuk më ndodh shpesh që të marr pako nga ata. Okej, tani, kjo është u habitej që ishte kaq e madhe pakoja, sepse është një gjë shumë e vogël, edhe urojmë të jetë origjinal. Cute pakoja, po, okay. Bravo I qoftë, e gjitha kjo është mbushje. Pak të tregojnë që e vlerëson këtë gjën. Okej, nuk duket keq. Do të t'ja çoj Vilmas. Ta thoni Joida, what is that? Ky është zinxhiri I ri I poshetave nga koleksioni I sapo rilancuar, Louis Vuitton me Takashi Murakami. Dhe kjo vajza po shiste zinxhirin, po shiste në fakt edhe një poshet tjetër, ajo që është me pandan, dhe kishte të 2 zinxhirët, edhe këtë dhe zinxhirin e gjatë, ndoshta ka bler një nga poshetet e tjera dhe nuk I pëlqen zinxhiri, do ta shes më vete, I don't know, e shiste shumë lirë, 70 euro. Dhe me sa duket, Vinted, e kuptova këtë nga një video në TikTok, Vinted nuk verifikoka asgjë nën 100 euro. Dhe kam vënë re tani që lot of scams, shumë ka këto gjëra që janë falso, I vendosin nën 100, kur duan të bënë kështu për flas për çanta që mund të jenë afër 100-s, domethënë, pra që ti mund të gënjesh, po për këtë habita sepse një rip
domethënë edhe të përdorur nga lëkura të vjetër e kam gjetur 100 e ca, domethënë kurse kjo sot do thotë të jetë koleksioni i ri. Edhe unë tani duhet të shkoj të marr një nga të mia, sepse më duhet ta verifikoj vetë, do t'i çoj ca foto Vilmës, sepse Vilma gjithmonë më ndihmon me këto gjërat, edhe pse unë prandaj kam blerë dhe shumë gjëra nga Louis Vuitton në Vinted ose në Vinted përgjithësi, duke qenë se arrit t'i verifikoj vetë, edhe kur është e mundur ju çoj edhe për verification, për shembull nëse kam me pikpyetje ose nëse është një shumë më e madhe dhe dua të jem e sigurt dhe se çfarë më ka sjellë, se në fundin mund të sjell diçka bosh edhe hajde meru, që s'erdhi, jo po erdhi ishte bosh. Kështu ndihet shumë e rënd. Është shumë e rënd. Ka këto dy stampat LV këtu. Them drejtën duken mjaft të qarta, çfarë më bën edhe më shumë të sigurt të paktën, sepse një gjë që unë mund të autentifikoj shumë lehtë të vjetrat vintage, sepse më shumë mësuar syri, kam parë pafund, si live, si në internet. Ndërsa të rejat, madje kur bleva Speedin tim të ri 25, këtë e morëm tek një vajzë që po e shiste gjermane. Isha në ankth sepse më duke origjinale, është origjinale, por nga që ishte e re, sa gjëra që isha kështu. Dhe derisa më dha konfirmimin Vilma, edhe pse e kisha blerë dhe isha 2 orë larg nga goca huj, isha në ankth. Tani kjo duket këtu tek nice, me pak fjalë. Si zinxhir është i tillë, është model komplet i ri, edhe te këto goglat ka të shkruar Louis Vuitton, edhe ka këtë lule në mes, cute televizin. Dhe duket mjaft, duket e sakt, tëja duket e gjatë, me ato vijat e shkurtra, oja duket si një 0, domethënë ashtu siç duhet të jetë. Looks good. Mendoj që ja vlen. Nuk e di, nuk kam parë të tjera në shitje në fakt, po nuk mendoj që ja ka vlerën vetëm 70 euro. Gjithsesi do t'i çoj një foto Vilmës edhe I will get back to you dhe ta provoj edhe tek çanta ime Murakami. Kemi ardhur në Dortmund për të marrë tek Pati Travel, my god, që nga çanta shumë e rënd. Gjë që na ka sjell Vjera. Kot se nuk është se mund ta ndihmoj gjithsesi. Me lov. Burrin ban. Po pra, ti ke shumë e rënd. Aty në video ta nxjerrësh që ta kuptosh se disa lodhen e disa. Po pra, të thash, atë po thoja, kot që është arripin se nuk është se do të ndihmoj. Por jam shumë entuziaste për Kimchat që më ka sjell Vjera. Haul. Sa mirë i kanë paketuar. Këtu kemi fasule nga tesja e burrit. Ishin shumë të mira, dëgjuam. Djathi ynë që e marrim gjithmonë në Shqipëri. Dhe kjo kova këtu është plot me kimça. Shumë po frym. Nuk do e nxjerr kovën që mos ta prishim rendin e gjërave. Desh ta hap, isha së ndoj thoj. Okej, ha. E hapa! Ja ku janë kimçat! Do të jenë të pastra, po s'ka gjë dhe i ham. Love them. Thank you, tati! Sa dola nga puna, duhet të shkoj tek Ausländer Behörde, zyra e emigracionit, për të zgjatur lejën e qëndrimit ose back to be. Jam me vetëm. Besoj ka marrë dokumenta, tani nuk e di, do më pranin fotot që kam, që jo i donin me QR code, unë sigurisht fotot e kësa kompjuter dhe mund të gjeneroja një QR code për të, ose u përgatita dhe që ta bëj tani, ka nda thjesht bëre qik korrektor më shumë, si kisha bërë me kapsat, edhe lyva dhe buzët, nuk e di pse buzët dole shumë portokalli. Unë këto gjërën e di për rozë. Let's see. Okej, sa po mbarova, po frym shumë, nuk e di se sa bezdishme është kur dëgjoni videon. Është pak e vështirë, edhe kapi këto emocionet ku ke për të folë me vetëm, plus
A do fillojnë edhe lirojnë pastaj flasin shumë shpejt, por që përgjithsisht ky banter që kemi është shumë kështu and fun, është shumë easy going edhe është pak më e thjeshtë domethënë. Por ta se mu dësh të bëja foto, sepse duhet fotoja jo më vjetër se 6 muaj, dhe fotoja ka qenë vjetër. Dhe sado që më dukej vetja mirë në këtë kamera, punova pasqyrë, tek ajo fotoja ishte një tmerr, po hajt më, ndalë si një tull mbatë. Tani, shpejt të dijemi që mos ka ndalë edhe në kalendarit. Që i pas kam bërë kësaj të shkretës. Këtë kam dashur ta marrë, por po mendoj ta marrë të Rossmanit, ndoshta ta marrë dhe një 10% zbritje me kod. Oh my god, më në fund, që nga i fundit, I think. Që ka dita i mua dhe esi që nga këtu Revolution. Këtë të Katris e kam gja. Qenë pak këtë. Ka gjithë manikyrat këtu. E kam pas mendu ta blija këtë, por realisht ka shumë gjyra të errta që unë nuk i vë më, e këtë kuqe pa fund që po thënë si vë fare. Ja për shumë 3 kuqe këtu. Edhe pse ja super vlen 60 euro për 24 manikyra. Super vlen, kur mendoj që bën 8 euro, 13 euro një. Po merë. Ja. Prit një herë, kemi 5 që më të mdhej. So excited për këtë, tani ideja është atë parë atë të Maybelline, apo të marrë këtë të Revolutionit. Kam kënë fakt që Revolutionit sikur i ka rënë hype-i. Që që gjithë një nga këto njëherë, se ka marrë gjë 2 ditë. E do thoni ju pse nuk e bleva online, nga që doja të uka dhe këtej, pra me lodra, doja të përdorja kodin e zbritjes, tash i bot që po harxojmë. Ajme dhe 10% zbritje. Hajde të mendojmë tani, aja vjen ato të Maybelline-it. Ideja është a do blej ato të Maybelline apo jo, jam 2. Hajde se ti pagu burri, po hajde. Të dy. Të dyja, vetëm t'jesh e lumtur. Po janë të gjitha, të ideja është kur i shoh me foto, e unë i kam parë, por nuk më mbaj mend. So, kjo ka 31, është 80. Kjo ka 24, është 53. Ka një... Me këtë Rossmann Hall. Qoja gocave dhe gocave janë erë me motra, Mona dhe Mirsa. Foto të 2 kalendarëve, do thënë halli këtë video që sa po pat ju. Po i thaja, this is what a rich feels like. Jam shumë e lumtur. Realisht si vjet, thjesht për qef edhe nga që kisha mundësi, si me thënë. Rov burri, sepse lekët e mia të rokës mund të bëj çfarë të dua. Kam kursyer. Por thjesht kur burri pagon for everything, madje më tha merri të 2 advent kalendarët e Maybelline, po mendova realisht nuk ja vlen, plus unë po i marr më shumë për video, sepse di që ka views, se bla bla, po mundohem me profilin anglisht, e di që më ndihmon. Por aq shumë produkte nuk kam ku i çoj. Dhe realisht nuk do i përdor të gjitha, dhe thash të kem dhe 2 advent kalendar të Maybelline është egzagerim, edhe ndoshta të merr atë me 31, se thash është pak më e veçantë edhe mund të bësh më shumë video se sa ajo me 24. Edhe burri tha do ta marr unë, thash okay, gjësi, thash do i paguaj unë një herë, se duke që dua të shoh dhe sa kam shpenzuar me gjithë advent kalendarët dhe gjërat. Akoma pa rritur në makinë, ishte kaluar lekët. Unë nuk e di, do të thënë ti kishte të 2 advent kalendarët në dorë, i kalove të kur ishim tek kasa. Magic. Kam shumë të mirë. Edhe ti nuk e di, po këta në video e din që kur po blija këto manikyrat dhe 2 maskarat që tash të Essence, unë kisha kartën tënde atë ditë. Edhe doja të pagoja me tënden, pa rroba për doratime. Lakini. Ikim të marrim pakon tjetër, kjo është një nga këto PR që kanë ardhur, dhe realisht burri porositi një gjë para ca ditësh, para një jave diçka. Normalisht nuk ishim në shtëpi, se jemi në punë, edhe kur nuk je aty,
ta çojnë tek një nga këto pak stacion, jo pak stacion, se pak stacion është okay, po kur ta çojnë tek këto paket shopet, dyqanet, ti se merr dot as brenda ditës, as të nesërmen direkt pas pune, po pas pune nga ora 5 ose ora 7, edhe unë domethënë këtë gjë nuk isha dje, edhe do të mbi 24 orë për ta marrë, kështu që është e bukur e Gjermanisë. Domethënë me çdo gjë tjetër që duhet presës, do t'i bësh ngadalë në Gjermani, jam shumë okay. Me këtë punën e bakove. Këtu s'na përshtatet. Këtu sigur nuk më bën sens, domethënë pse? Qose unë nuk isha në mëngjes para ditës dje, nuk mund ta marr mbas dite, po do ta marr në darkë të ditës së nesërme. Çfarë po bëni nga rrugë në rrugën tjetër, domethënë është as 10 minuta larg. Update edhe për pakon që e kishte firmosur ai burri huj që se i njihja dhe nuk kisha asnjë letër se ku është se ku mund të jetë, ishte thjesht një paket shop që më desh të telefonoja shërbimin e DPD-s edhe të bisedoja edhe të zgjidhja të më thonin që ishte tek një paket shop. Po editoja këtë videon edhe thash të bëj një update, sepse është një nga gjërat që dua të filloj të bëj në videot e mia, mos i kem vetëm kështu klipe siç po i bëj zakonisht. Ndërkohë ndjes më ka dalë një nga këto aftet në gjuhë dhe me zi flas. Zinxhirin e Louis Vuitton si përfundim e ktheva pas një bisede me Vikmën gjithashtu, duke qenë se ishte një produkt i ri, as ajo nuk e kishte parë shumë, po më çoi disa foto që të mund ta krahasoja. Unë fakt më duket se i fshiva fotos, po do t'i rikthej bisedat i gjej, domethënë se në telefon do t'jenë te koshi, sepse i pata bërë foto çdo gjëje, duke e paketuar, duke bërë bashk, duke e nisur, në rast se personi tjetër kur ta ktheja do thoshte që se kam sill apo diçka kisha foto pafund. Por si përfundim, edhe pse zinxhiri peshonte, ishte i rënd. Shkrimi siç po përmendja tek videoja me 2 t, pra Louis Vuitton tek Gogla, duke legit, çfarë nuk më mbushte mendjen, ishte stampimi i LV-s tek tokza që hapet dhe mbyllet, domethënë, tek the claw, si i thon, dhe nuk më mbushte mendjen. Edhe Vima po më thoshte që normalisht kjo është një gjë që do të parë live, sepse në kënde të ndryshme LV-ja stampimi dukej mirë. Por, ti vendos një foto këtu, kur i binte në një nga këndet që ti e vendosje, nuk dukej shumë i pastër dhe do t'i bëj një foto tani dhe asaj që kam që është origjinale, që duket shumë e prerë si laser, jo kështu bubbly. Nëse e dalloni, si përfundim e ktheva, ajo vajza që e kishte, mirë që e mbajti një javë ca të dyqani, që kështu do më kthehet mbrapsht mua, domethënë, dhe pasi e mori, as nuk e konfirmoj me një herë, priti ato 2 ditët që janë automatike në Vinted, nejse, por gjithsesi lekët i mora i kemi back në llogari, kështu që të gjithë më thanë që për aq lek ja vlen ta rrezikosh, ta marrësh, por realisht nuk po më dukej, nuk më mbushte mendjen që është origjinale dhe nuk doja ta mbaja duke e patur me pikë pyetje dhe duke mos e ditur, kupton? Ndërkohë, do t'ju përmendja për pjesën e advent kalendarëve. Si gjithmonë njërin këtë bluzën është bluza e punëve, po sistemoj çik shtëpinë edhe rifreskova flokët se kemi për të shkuar diku sot. Këto janë advent kalendarë që unë kam bler dhe që mendoj t'ua bëj nga një video të dedikuar në YouTube nëse ju intereson, duke i shpaketuar. Ky është i Catrice. Ky është i Essence. Këtë e kam bler online që sapo tilte, që ta publikoj në TikTok, edhe vjen kështu, është nga këto që bëhen vetë, produktet janë më vete, për shembull janë numrat këtu, dhe çantat e produkteve janë këtu dhe produktet janë brenda. Kjo është një DIY advent calendar nga Essence, kishte produkte realisht shumë të mira. Këtë që ua tregova që e morëm tek kjo video. Douglasin që besoj ua kam treguar, nuk jam e sigurt nëse ua kam treguar në një video, doni një video unboxing çfarë ka. Mendoj që t'i bëj këto ndoshta gjatë nëntorit apo gjatë tani, doni tani në tetor. Duke menduar se është koha e Halloweenit, t'i lëm për në nëntor mendova. Dhe Maybelline. Kjo është e tillë. Dhe kjo ka 31 ditë. Kështu që nëse jeni të interesuar, këto janë të gjitha advent kalendarë që kam marrë si vjet, 5 copë. E kam mbyllur me kaq, nuk do marr të tjerë. Edhe ishte shumë fan. Produkte pa fund, kështu që nuk kam nevojë të blej make-up.
Dhe kështu. Dhe ashtu, me qënë se është tetor tani, edhe jemi në kohën Halloweenit, bërë edhe këto thoj, nuk e dija e kisha në video tek ndonjë nga klipet më përpara. U mundova t'i bëja me pikat holla, pastaj u bëja me pikat të trasha me 2 manikyrat e Katris. Ah, okay, so das